Është zbardhur dëshmia e 18-vjeçares Natalia Murati, e cila është vetë plagosur me armë zjarri në mesnatë në ambientet e një hoteli në Sauk. Vajza ka deklaruar se ka qenë vetëm në dhomë në momentin që është vetë plagosur, ndërsa i dashuri i saj ndodhej jashtë me personat e tjerë. 18-vjeçaria ka pohuar se ka tentuar edhe herë tjetër të dëmtojë veten duke pirë medikamente. Kam gabuar në jetë, ka deklaruar ajo. Kujtojmë se lidhur me ngjarjen, sipas njoftimit të policisë, në pranga ka rënë 2 persona, Mirvete Rexhmati Gjuta dhe Vladimir Gjuta. Ndërkohë, 3 të tjerë janë shpallur në kërkim, mes tyre edhe i dashuri 18-vjeçares, Erisialdo Gjuta, 22 vjeç, i cili dyshohet se ka pasur edhe armën me të cilën 18-vjeçaria qelloi veten. Ende në kërkim janë Semir Gjuta, 49 vjeç, Elvir Gjuta, 24 vjeç, Side Shtetasi, Erisialdo Gjuta, 22 vjeç. Burime bëjnë me dije se 22 vjeçari Erisialdo Gjuta, i dashuri 18-vjeçares Natalie Murati, është i biri i Semir Gjutës dhe Mirvete Rexhmati Gjutës, ndërkohë Vladimir Gjuta është xhaxhai 22 vjeçarit, ndërsa Elvir Gjuta kushuriri i tij. Ndërkohë vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit të përdorur në ngjarje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.